Përshëndetje të nderuar zonja dhe zotrinj, përshëndetje të dashur miq, ja ku po ritakohemi sërish së bashku me mua Trona Lilin në kanalin ton Rrëfi me Jete. Tani dua të ndaloj pak tek rasti i cili në fakt mua më ka shqetësuar ashtu siç na ka shqetësuar të gjithë shqiptarëve. Duke u bazuar që inteligjenca artificiale ka arritur goxha lart, është bërë goxha aktive. Unë jam munduar që të krijoj një fotografi se si mund të dukej Bleona Mataj sot dhe pse unë dua ta prek edhe një herë këtë temë të Bleonës, nga që është një nga temat që ka titujt më gjigant, po të futemi në rrjetet sociale, do të thënë, lexojmë ca tituj që janë tituj shprehse, me thënë drejtën, edhe në momentin e parë ne gëzohemi, sepse për shembull titulli shkruan gjindet Bleona Mataj, e gjejmë Bleona Matën, në kontakt me Bleona Matën, e gjëra të tilla, me gjëra të këtilla që në të vërtetë janë pak shqetësuese. Unë si gazetar jam munduar që në formën time të bëj protestën për Bleonën. Sot bëjmë një protestë në Shqipëri. Do me thënë një protestë ku të gjithë shqiptarët janë ngritur me apo të drejtën e tyre, me apo pa interesin e tyre, të krijuar apo nuk e dim do me thënë si qëndron e vërteta, po kërkoj një të drejtë. Ndërsa ne si shqiptar, ndër vite të tëra, nuk po e dëgjojmë një zë që po vërtet. Do me thënë, një nën, me vite të tëra, del në për media, shkon në për institucione, shkon në për dyer, e kërkon të bien, dhe ne si shqiptar, në asë një mënyrë nuk e dëgjojmë zërin e kësaj nëne. Thë nuk e dëgjojmë zërin e saj. Ne dëgjojmë zërin e interesit ton, dhe ne nuk ngrihemi për ta kërkuar Bleonën. Titujt të tmerrshëm që realisht mua më iritojnë. Nga informacione që kam unë, do me thënë, deri më tani, të gjitha lokacionet apo vendodhjet të cilat janë dhënë për Bleona Matën, në fund kanë rezultuar vendodhje të rreme. Zonja Bukurie, me të gjithë pamundësinë e saj, sepse nuk është një ditë, nuk është një javë, nuk është një muaj, u bë një jetë që zonja Bukurie e kërkon të bien e saj, me të gjithë pamundësinë e saj, ajo nuk ndalon edhe gjatë ditës së sotme për vajzën e vet, për ta kërkuar të bien e saj. Dhe në këtë rast, në këtë pikë, mua më vjen shumë keq që ne e harrojmë këtë situatë, do me thënë, e harrojmë këtë situatë. Rasti në dorë kryesore ka gazetarja Odeta Dume. Gazetarja Odeta Dume, sepse ka patur edhe nga këto tiron si mendon, e vazhdon kërkimin pa ndal fare. Do me thënë, jo non stop duhet ta nxjerrën zonjën Bukurie në ekran për të treguar që e vazhdon kërkimin. Kërkimi për Bleonën nuk ndalon, por unë befasohem me këto institucione. Ore, si nuk keni pak mëshirë, ju drejtorë të institucioneve, lëreni ato që nuk e kanë bërë, të paktën ju që e keni atë armën në dorë tani, jeni drejtues të një institucioni që keni peshë dhe që keni mundësim për ta gjetur këtë vajzë. Kjo vajza, Bleona Mataj, që qënë ka kaq që vështirë për ta gjetur, nuk kanë ardhur alienët, e kanë marrë nga qielli, edhe e kanë çuar në qiell, dhe ne sot nuk kemi asnjë lloj rrugë për ta gjetur. Kjo vajzë ka hypur në një makinë që e ka parë një fshat i tërë, një fshat që sot nuk flet. E para pyetje që shtrohet, cili është interesi i këtij fshatit? Cili është interesi për të mos treguar për fëmijën e një nëne që nuk ndalon së foluri? Me sa miliona lek mund t'i kenë paguar këtë fshat? Sa leku janë dhënë? Kush qënë ka ky njeri kaq i fortë që kërcëno ka një fshat të tërë që mos ta tregoj të vërtetën si qëndron? Ajo vajzë ka ikur nga ky destinacioni, ka shkuar në një destinacion tjetër. Si mundet një njeri të mos të del nga ajo zonë ku ka shkuar kjo vajzë dhe ta tregon këtë të vërtetë? Do me thënë, ne duhet të jemi njerëz në fund të ditës, sepse kjo nën nuk ndalon së kërkuari vajzën e saj dhe ne duhet të luftojmë së bashku që ta gjejmë Bleonën dhe kjo nën të bëhet rahat. Nuk mund të jetë e gabueshme, ma besoni mua këtë gjën, dhe prandaj dua që të gjithë të aktivizohemi, të jemi në krah të zonjës Bukurie. Nuk mund të jetë
e gabueshme ndjesia e nënës. Nëna e ndjen kur fëmijën e ka gjallë, më besoni që e ndjen në shpirt, nëna e ndjen kur fëmijën e ka të vdekur, ju i ndjeni fëmijët e juaj, ju jeni vetë nëna. Ju duhet ta merrni shembullin. Imagjinoni po të ishte fëmia juaj, çfarë do të kishit bërë? Imagjinoni po të ishit ju në vend të bukurisë. Do me thënë, unë mendoj që institucionet duhet të merren me patjetër edhe një herë me këtë çështje. Kam dëgjuar në për televizione nga advokatë të ndryshëm, nga pjesë e emisionit njerëz të humbur me Aida Shtinon që janë thëritur atëherë në pyetje. Përdori të gjitha instrumentet. Përdori të gjitha instrumentet e institucionit për ta kuptuar të vërtetën. Atë të vërtet, një familjar e dije. Unë e them që tradhëtia ka ndodhur nga brenda familjes, nuk është tradhtia nga jashtë familjes. Një fjalë e vjetër popullore thot, e keqja të vjen nga brenda, nuk të vjen nga jashtë. Dhe për këtë rast, unë kërkoj dhe apeloj pafund që duhet me patjetër të vazhdohet ky rast dhe nuk duhet lënë zonja Bukurie vetëm, sepse zonja Bukurie tani do me thënë kërkon shpresë edhe nga Spaku. Dhe unë apeloj të gjithë të kërkojmë, të ngritemi në këmbë, të protestojmë që Spak ta merr në dorë rastin e Bleon Amatës dhe ta heton në mënyrë të detajuar, që le të bëhet Spaku shembull që si Bleon Amata të gjenden edhe shumë fëmijë të tjerë dhe autorët të kësaj ngjarje të marrin dënimin e merituar, se nuk mundet ato të ikin nga kjo botë të lumtur duke qarë një nënë çdo natë. Lotët e asaj nëne do paguen cent për cent dhe e kanë për detyrë t'i paguajnë. Dhe për këtë gjë, unë apeloj të këtë gjithë shqiptarët që ne të vazhdojmë të flasim për rastin e Bleon Amatës, se zonja Bukurie ka nevojë për ndihmën tonë. Ne të gjithë që kemi influencë, të gjithë që kemi peshë, të gjithë që kemi mundësi, duhet të jemi sa më afër kësaj nëneje dhe duhet t'i qëndrojmë sa më afër kësaj nëneje. Se në momentin kur ne heqim dorë dhe e lëm që rasti të heshtën, në këtë rast fitojnë ato. Se sa më të qetë të jenë ato, aq më gjatë shkon gjëja. Sa më në presion të jenë ato, aq më shpejt mbaron situata dhe zonja Bukurie është në prehër të bie së saj. Mua më vjen shumë keq sinqerisht që mediat sot janë fokusuar në gjëra koti dhe nuk merren për të kërkuar dhe për të ndihmuar qoftë edhe gazetarët të cilët i kanë këtë rast, siç është rasti i gazetares Odeta Dume, sepse vetë nuk bëhet asnjë gjë. Odeta ka një të mirë të madhe që ka një emision, por ai emision do ndihmën tonë dhe ne duhet patjetër të qëndrojmë në krah asaj gruaje që nesër të gjithë së bashku të triumfojmë. Këtu nuk është në pyetje se kush ta merr medaljen. Këtu është në pyetje se duhet të bëjmë nënën bashk. Nënën me fëmijën duhet ta bëjmë bashk dhe ne këtë gjë e kemi në dorë. Atëherë pse ne këtë gjë nuk e veprojmë? Andaj të dashur shqiptar, le të jemi të gjithë së bashku pranë një nëne. Ju kisha apeluar të gjithëve.